pas lajmin ndërhyjet në rrugën e Arbrit pranë tunelit të Murrizit. Vetëm pasi problemi u bë mediatik, kompania që ka me koncesion ndërtimin e rrugës së Arbrit ka ndërhyrë për të riparuar çarin që kishte pësuar trasea në afërsi të tunelit të Murrizit. Siç duket nga pamjet, kompania Gjoka Konstruksion ka bërë hapjen e gjithë pjesës e cila kishte pësuar ulje duke rindërtuar atë nga fillimi bashkë me nënshtresat. Deformimi i rrugës së Arbrit në segmentin e Xibrit ka qenë problematik që për ndërtimit të trasesë. Vazhdimisht ekspertët e kanë cilësuar si të pasigurt rrugën në këto zonë për shkak të problemeve të tilla që ka shfaqur që nga fshati Shkallë deri në hapjen e tunelit numër 1, që është tuneli i Murrizit. Sipas ekspertëve në këtë segment duhet patjetër të vendosen pilot në mënyrë që të rritet qëndrueshmëria e karrexhatës, ndryshe problemet do të jenë të vazhdueshme pasi e gjithë rruga pëson ulje. Edhe në vendin që po riparohet çarja e rrugës, sipas ekspertëve duhet të gjendet një zgjidhje definitive, pasi edhe më parë është bërë e njëjta ndërhyrje, por problemi është rikthyer.